Paga minimale rritet për 1.800 denar. Sindikatat nuk janë të kënaqura. Pas shansi që i dha kryeministri, anulohet seanca për shkarkimin e kryeprokurorit. Ministri Taravari deklaroi se sot kthehen 5 pacientë nga Spanja dhe Greqia. Dodik shkon në Izrael, pavarësisht flet arrestimit nga autoritetet federale të Bosnjës. Përshëndetje të nderuar shikues, jemi bashkë me edicionin informativ të orës 15:55. Sindikalistët nuk janë të kënaqur me vendimin e qeverisë për të rritur pagën minimale vetëm për 1.800 denar. Kryetari i sindikatës së të punësuarve nga administrata Tërpedanovski vlerëson se kjo nuk është rritje, por është harmonizim vjetor, i cili është i domosdoshëm të bëhet. Edhe zëvendës ministri i ekonomisë Marian Risteski, pyetur lidhur me vendimin për rritjen e pagës minimale pa përfaqësimin e sindikatave, tha se paga minimale është dashur të përcaktohet dhe e njëjta është përcaktuar në bazë të ligjit. Kryetari i sindikatës së të punësuarve nga administrata, organe gjyqësore dhe shoqatat e qytetarëve, Tërpedanovski, ka deklaruar se sindikatat e vendit nuk janë të kënaqura me vendimin e qeverisë për rritjen e pagës minimale. Ai madje vlerëson se kjo nuk është rritje, por është harmonizim vjetor, i cili është i domosdoshëm të bëhet. Ai bëri të ditur se ditën e premte kanë seancë të kryesisë së lidhjes së sindikatave dhe se aty do të vendosin për hapat e mëtejshëm. Nuk jemi të kënaqur. Sindikatat e punësuarve nga administrata, organet gjyqësore dhe shoqatat e qytetarëve është pjesë e LSM-s dhe gjithmonë del me LSM-n. Ju e dini që si sindikat kemi protestuar disa muaj më parë. Do të shihni se një nga sindikatat e ralla që është në grevë dhe protest është sindikatet e punësuarve nga administrata, organet gjyqësore dhe shoqatat e qytetarëve. Zëvendës ministri i ekonomisë Marian Risteski, pyetur lidhur me vendimin për rritje të pagës minimale pa përfaqësimin e sindikatave. Tha se paga minimale është dashur të përcaktohet dhe e njëjta është përcaktuar në bazë të ligjit, ndërkaq sa i përket sindikatave. Ai njoftoi se në Këshillin Ekonomik Social është duke u formuar një komision i ri, i cili do të shqyrtojë përfaqësimin e sindikatave. Paga minimale është përcaktuar në paqyshmëri me ligjin për pagën minimale, por llogaritja është bazuar në 50% të pagës mesatare të paguar vitin e kaluar dhe 50% të inflacionit në krahasim me vitin paraprak dhe nuk duhet të jetë më e ulët se 57% e pagës mesatare të paguar vitin e kaluar sipas entit shtetëror të statistikave. Institucionet kanë kohë të mjaftueshme që t'i bëjnë për llogaritjet e tyre për rritjen e pagës minimale. Sindikatat kërkuan rritje të pagës minimale në 500 euro dhe që qeveria t'i subvencionoj kontributet shtesë për rritjen e pagës minimale. Kryeministri Ristian Mickoski, edhe pse ditën e djeshme deklaroi që paga minimale do të rritet për 2.200 denar. Pas seancës së qeverisë, u njoftua se paga minimale neto rritet vetëm për 1.800 denar. Ka vazhduar edhe sot gjykimi për rastin e vrasjes së Vanja Gjorqevskas dhe Panqa Zhezhoskit. Dëshmitari i Lupçopalevskit Martin Panqevski u bë pishman. Ai nuk u paraqit në gjykat. I dyshuari i tretë për vrasjen e dyfisht që u mor sot në pyetje karateis Bore Videvski mohon çfarë do lidhje me grabitjen dhe vrasjen e Vanjas dhe Panqes. Dëshmitari i Lupçopalevskit Martin Panqevski u bë pishman, nuk u paraqit në gjykat. Palevski kishte deklaruar se me Panqevskin para ditën e 27 nëntorit kur ishte vrarë Vanja kanë pritur bashkë radhë në bank, prandaj Palevski atë e kishte propozuar si dëshmitar. Ftesa e gjykatës është kthyer me shenjë se nuk dëshiron ta pranoj, tha gjykatësi i lëndës Ivica Stefanovski. Përndryshe sot vazhdoi marrja në pyetje të dyshuarit të tretë për vrasjen e dyfisht karatistit Bore Videvskit. Ai mohon
çfarë do lloj lidhje me grabitjen dhe vrasjen e Vanjas dhe Pançës, dhe se gjatë kohës së vrasjes së Zhezhovskit tha se ka qenë në punë, kurse gjatë vrasjes së Gjorçevskas ka qenë duke fjetur në selinë e partisë së djata. Për shkak se në gjykat jep deklaratë të ndryshme nga hetimet, prokuroria Jacqueline Krstevska-Josifovska kërkoi që të lexohen deklaratat e Videvskit, të dhëna në prokurorinë publike në Shkup më 4 dhe 12 dhjetor 2023. E gjitha ishte dakorduar pa e ditur unë. Velibor më përmendi se do të kërkohem para, unë isha në krizë dhe pranova, të 4 të ram dakord të mendim veturën e Pançës, por ai të jetë gjallë. E grabitëm nga shtëpia, unë e godita, a i ranë në tokë dhe Velibor e lidhi. Palço i mori qelsat dhe telefonin, shkuam tek vendi Rudnik, të 4 e dërguam te gropa, unë dhe Vlatko u kthyem dhe, si thash, dëgjova të shtë në armësh, u ktheva e pash Palçon me armë në dorë, e pyeta, përse e bëri, më tha kështu është më pastërt. Kurse për rastin e Vanjas, Videvski kishte thënë: Palço më tha se ishte njoftuar nga babai i vajzës se nesër do të shkonte në shkollë e vetme dhe duhet të grabitet. Plani ishte të kërkonim para dhe t'i ndajmë ato. Palço na tha, në cilën ndërtesë të shkojmë, na tha të marrim vajzën, e dinte saktë se në cilën orë do të dilte. Velibor ja ka mbyllur gojen dhe i tha të mos bërtas, sepse do ta vras. Palço filloi të pyes për familjen dhe pasurinë. Ajo tha se babai nuk e do, por nëna për të do të jepte gjithçka, se kam banesa, pasuri. Ja hoqën thesin dhe dëgjova të shtëna. Videvski tha se në stacion policor dhe në qelie kanë rrahur dhe maltretuar shumë inspektorët policor dhe se i kanë thënë që të pranoj gjithçka. I dyshuari tjetër Vlatko Keshishov do të dëshmojë më 2 prill. Mbledhja e Këshillit të Prokurorëve Publik, ku do të shqyrtohej propozimi për shkarkimin e kryeprokurorit Lupço Kosevskit, është anuluar. Zyrtarisht është bërë e ditur se kjo ka ndodhur për shkak të mungesës së quorumit. Megjithatë, ky vendim vjen vetëm një ditë pasi kryeministri Mickoski deklaroi se kjo procedurë do të ngrihet përkohësisht, për shkak se ekipi i prokurorëve është duke punuar për hetimin e tragjedisë në Koçan. Seansa e Këshillit të Prokurorëve Publik në të cilën duhej të shqyrtojë propozimi për shkarkimin e kryeprokurorit e dorëzuar nga qeveria është anuluar sot. Kryetaria e Këshillit të Prokurorëve Publik Dushita Dimitrievska njoftoi se seansa është anuluar për shkak se nuk ka pasur quorum. Propozimi për shkarkimin e kryeprokurorit Lupço Kosevski është pika e dytë e rendit të ditës së seancës së 22, e cila fillimisht ishte caktuar për më 18 mars, por Këshilli e prolongoi për shkak të zisë shtaditore të shpallur pas tragjedisë që ndodhi në Koçan. Afatet për shqyrtimin e propozimit për shkarkimin e Kosevskit ende vijojnë dhe Këshilli do të duhet të shqyrtojë propozimin më së voni javën e ardhshme. Kujtojmë se kryeministri Hristijan Mickoski dje paralajmëroi se procedura për shkarkimin e Kosevskit, e cila në shkurt të këtij viti u inicua nga qeveria, do të mbetet në fazën në të cilën gjendet momentalisht për shkak të tragjedisë në Koçan, e cila po hetohet nga 11 prokuror. Mickoski tha se prokurorëve që punojnë në këtë rast duhet t'u jepet shans të bëjnë punën e tyre. Qeveria në mbledhjen e 25 shkurtit e miratoi propozimin për shkarkimin e prokurorit publik Lupço Kosevski dhe pas përfundimit të procedurave qeveritare, ai u dërgua Këshillit të Prokurorëve Publik në fillim të muajit mars. Propozimin për shkarkimin e tij Kosevski e ka marrë më 6 mars, 10 ditë para se të ndodhte tragjedia në Koçan. Në ndërkohë, ai është dashur të jap mendimin e tij për propozimin për shkarkimin, ndërsa Këshilli i Prokurorëve është dashur të jap mendim brenda 15 ditëve. Deri tani qeveria nuk e ka publikuar përmbajtjen e propozimit për shkarkimin e Kosevskit, por nga ajo që është e njohur deri tani në propozimin që e përgatiti Ministria e Drejtësisë, thuhet se prokurori publik republikan ka vepruar në disa lëndë në të cilat sipas dispozitave ligjore ka pasur rrethana që kanë ngritur dyshime për paanshmërinë e tij, si dhe ka pasur konflikt interesi. Bastisje në shtëpinë, veturën dhe 2 objekte hotelierike të pronarit në diskotekën Puls, si dhe në inspektoratin shtetëror të tregut Zyra Koçan, janë kryer dje në kuadër të hetimit për zjarrin tragjik në Koçan. Siç informon MPB, gjatë bastisjeve janë marrë kompjuter, laptop, shumë pajisje mobile, dokumentacion dhe gjëra të tjera.
Më datë 25 mars 2025, zyrtarët policor kanë kryer bastisje në shtëpinë e DJ, automjetin e tij Insignia dhe 2 objekte hoteliere, si dhe në Inspektoratin Shtetëror të Tregut Zyra Koçan. Në shtëpinë e DJ janë gjetur dhe konfiskuar kompjuter laptop, disa celular, dokumentacion dhe sende të tjera. Në automjet dhe në ambientet e hotelieris janë sekuestruar disa sende, si dhe janë gjetur dhe sekuestruar dokumentacion financiar. Në zyrën e ISHT Koçan u gjetën dhe sekuestruar një kompjuter, një laptop dhe një tablet, si dhe i gjithë dokumentacionin në lidhje me personat juridik në pronësi të DJ, thonë nga MPB. 5 pacientë që mjekoheshin në Spanjë dhe në Greqi sot kthehen në vend. Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari tha se të gjithë pacientët që do të kthehen nga jashtë do të qëndrojnë 24 orë në spital. Gjendja e pacientëve përgjithsisht është mirë, me përjashtim të 4 pacientëve që janë në gjendje më të vështirë shëndetësore. Sot kthehen 5 pacientë në vend, të cilët mjekoheshin në Spanjë dhe Greqi. 108 pacientë tjerë të lënduar nga zjarri në Koçan vazhdojnë të trajtohen nëpër spitalet jashtë vendit, kurse tek ne mjekohen vetëm 23. Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari tha se 4 pacientë janë në gjendje më të vështirë shëndetësore. Momentalisht nëpër spitalet e Shkupit, pacientët të cilët e përjetuan tragjedinë e Koçanit shërohen 23 pacientë, prej cilëve 4 janë në qendrën klinike, 6 janë në spitalin e vjetër të qytetit dhe 9 janë në 8 shtatori. 4 pacientë janë në spitalet private. Pacientë të cilët shërohen jashtë shtetit janë 113, të cilët janë në gjendje relativisht stabile, 4 pacientë vazhdojnë të jenë në gjendje kritike, dje u kthyen 2 pacientë, sot kthehen edhe 5 pacientë tjerë. Do më thonë, jashtë shtetit, sonte do të mbesin vetëm 108 pacientë që shërohen. 2 pacientë që janë kthyer dje dhe 5 që kthehen sot, si dhe të gjithë pacientët që do të kthehen sipas ministrit Arben Taravarit, minimalisht do të qëndrojnë 24 orë në spital në vendin tonë dhe më pas do të vendoset nëse do të vazhdojnë mjekimin apo do të lëshohen për mjekim shtëpiak. Lëndimet e personave që kthehen në vend kanë të bëjnë me djegjet. Djegjet e pacientëve që bukurohen, siç thanë të martën ministri dhe kryeministri, janë më së shumti të shkallës së 2 dhe të 3, ose kanë djegje të trupit nga 50 deri 80%. LSDM-ja ka deklaruar sot se po vazhdojnë të shpalosen të dhëna për dështimet e institucioneve për parandalimin e tragjedisë në Koçan. Sipas partisë, objekti i njohur si Disco Puls në Koçan ka funksionuar ilegalisht dhe kjo tashmë është e dokumentuar dhe e vërtetuar. Vazhdojnë të dalin detaje të reja shqetësuese për dështimet institucionale, të cilët mund të kenë quar në tragjedin më të tmerrshme në historinë e re të Maqedonisë së Veriut, në të cilën humbën jetën 59 të rinj. Kështu deklaroi në një konferencë për media sekretari organizativ i LSDM-s Martin Kostovski. Objekti i njohur si Disco Pulse në Koçan ka funksionuar ilegalisht, dhe se kjo tashmë është e dokumentuar dhe e vërtetuar. Për Kostovskin, kjo është pjesë e një hetimi aktiv i cili duhet të japë përgjigje, por edhe të përcaktoj përgjegjësinë e institucioneve, mangësitë të cilave janë gjithnjë e më të dukshme. Sot po hapen një aspekt të ri dhe shumë të rënd të kësaj tragjedie, rolin e drejtorisë të autorave publike. Sipas të dhënave të publikuar në rrjetin e biznesit, kompania MMM Cafe, e cila zotëronte edhe diskotekën Puls, ka funksionuar me llogari të bllokuar prej 217 ditësh. Bllokada e regjistruar, e cila ende nuk është hequr, është regjistruar në datën 21 gusht 2014. Zyra e Dapit e ka mbyllur klubin në shtator 2024. Sipas nenit 117 të ligjit për falimentimin, siç tha Kostovski, nëse një kompani ka llogari të bllokuar për më shumë se 45 ditë dhe nuk paguan paga dhe kontribute për një periudhë më të gjatë, zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme ka detyrim ligjor të paraqesë kërkesë për hapjen e procedurës së falimentimit dhe të propozojë masa për sigurimin e pronës dhe klubi Puls duhet të ishte mbyllur, por që siç theksoi Kostovski, kjo nuk ka ndodhur. Prandaj Kostovski vlerëson se këto nuk janë gabime teknike, por që
që sipas tij janë çështje sistematike. Ai theksoi se tragjedia në Koçan nuk është rezultati i një gabimi të vetëm, por i një zinxhiri dështimesh institucionale. Ai vlerësoi se çdo lëshim duhet të identifikohet, çdo fajtor duhet të mbajë përgjegjësi dhe shteti duhet të tregojë se ligji vlen për të gjithë dhe se askush nuk duhet të jetë mbi të. Kompania Alkaloid dhuron 15 milion denar për fondin e solidaritetit të kryqit të Kuq për të mbështetur qytetarët dhe familjet e tyre të prekura nga tragjedia e tmerrshme në Koçan. Alkaloid shpreh mirënjohje për këtë organizatë dhe për secilin prej 165 vullnetarëve të tyre të angazhuar, të cilët kanë ndihmuar pa rezerva në situata të shumta. Alkaloid që nga 16 marsi në mënyrë simbolike në disa raste i kanë ndihmuar institucionet shëndetësore në Maqedoni me produkte nga gama e saj në përgjigje të nevojave të shprehura. Përveç donacionit financiar të lartë përmendur përmes fondit të solidaritetit të kryqit të Kuq, kompania do të vazhdojnë të ndihmoj aty ku nevojitet ndihmë dhe mbështetje, thuhet në komunikatën e kompanisë. Tre muajt e kaluar, Agjencia për Shërbime Mediatike, Audio dhe Audiovizuele ka realizuar një pjesë të madhe të programeve administrative dhe mbikëqyrje mbi radiodifuzerët për planet vjetore, me çka janë dhënë 8 vërejtje. Drejtori i AVMU-s Zoran Trajqeski njoftoi se mbikëqyrja është bërë në të gjitha televizionet. Programe televizive radio në servisin publik, nga ku siç tha, është konstatuar vetëm një shkelje tek RTVM3, duke shtuar se do të bëhen mbikëqyrje edhe tek televizionet nacionale. Agjencia për Shërbime Mediatike, Audio dhe Audiovizuele sot ka mbajtur mbledhjen e parë publike për vitin 2025, nga ku u prezantuan aktivitetet realizuara të agjencisë. Drejtori i AVMU-s Zoran Trajqeski tha se 3 muajt e kaluar, agjencia ka realizuar një pjesë të madhe të programeve administrative dhe mbikëqyrje mbi radiodifuzerët për planet e vjetore, me çka tha se janë dhënë 8 vërejtje. Ai njoftoi se mbikëqyrja është bërë në të gjitha televizionet, programe televizive, radio në servisin publik, nga ku siç tha, është konstatuar vetëm një shkelje tek RTVM3, duke shtuar se do të bëhen mbikëqyrje edhe tek televizionet nacionale. Ndërkaq, në lidhje me ngjarjen tragjike të ndodhur në Koçan, Trajqeski tha se është bërë një mbikëqyrje e jashtëzakonshme programore shumë ditore në emisionet e transmetuesve për raportimin e tragjedisë, si dhe për pajtueshmërinë e programit të gjatë ditëve të zisë. Nadzori si izvršeni vrstite televizija. Agjencia u dërgoi njoftime të gjitha redaksive të televizioneve dhe radiove në udhëzime se si të përshtatet oferta programore për periudhën 7 ditore të zisë. Natyrisht, ka pasur lëshime, por ato kanë qenë të ralla dhe në asnjë rast të qëllimshme. Në 3 muajt e parë, siç njoftoi Trajqeski, janë nisur 9 procedura për heqjen e licencave të transmetimit e radio televiziv. Në ndërkohë, 8 transmetuese kanë paguar tarifën e licencës vjetore të plot brenda afatit të përcaktuar ligjor, pas të cilës këto procedura të iniciuara për heqjen e licencave janë ndërprer nga agjencia. Vetëm TV Shutel nuk ka paguar tarifën vjetore për licencë, prandaj agjencia ka marrë vendim për heqjen e licencës. Ndërka që në mbikëqyrjen e 19 mediave të shkruara, në asnjë nga subjektet nuk janë konstatuar shkelje, ndërsa në operatorët e rrjeteve publike të komunikimeve elektronike janë kryer gjithsej 23 inspektime, nga të cilët, siç sqarojnë, 21 janë të rregullt dhe 2 të jashtëzakonshëm. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti premtoi se gjatë një mandati të mundshëm të ri të qeverisës për forcën e sigurisë së Kosovës do të ndahen mbi 1 miliard euro buxhet. Kështu tha ai gjatë mbledhjes së qeverisë, teksa foli për mandatin 4 vjeçar të ekzekutivit. Ai tha se qeveria që ai udhëheq ka arritur rezultate të jashtëzakonshme gjatë mandatit të plot kushtetues. Buxheti për ushtrinë është 3 fishuar, trajnimet jashtë vendit janë 4 fishuar, investimet në armatim janë shumë fishuar, përfshirë këtu dronët Bayraktar luftarak dhe kontratën për funksionalizimin e fabrikës së municioneve,
Kurti. Në mandatin e ri ushtrisë do t'i ndajmë mbi 1 miliard euro. Do të kemi fabrikë të municioneve dhe dron ushtarak, made in Kosova. Pra që i prodhojnë vetë, shtoi ai. Më 2024 buxheti ndar për Ministrinë e Mbrojtjes ishte 153 milion, ndërkaq këtë vit ai është 207.8 milion. Paralajmërimet për rritjen e buxhetit për mbrojtje vijnë në kohën kur Forca e Sigurisë së Kosovës po vazhdon procesin e transformimit në ushtri dhe në kohën kur shteti po ndërmerr hapa për të forcuar mbrojtjen e tij. Nisma e Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë për bashkëpunim në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes është e hapur edhe për aleat e partnerë të Bashkimit Evropian dhe NATO-s, që duan të kontribuojnë në ndërtimin e stabilitetit, sigurisë dhe qëndrueshmërisë në rajonin e Europës juglindore. Kështu e komenton qeveria e Kroacisë deklaratën e nënshkruar nga 3 vendet më 18 mars. Sipas saj, nismës mund t'i bashkohen të gjitha vendet që po ashtu duan t'i ofrojnë mbështetje Kosovës dhe Shqipërisë në rrugën e tyre europiane dhe euroatlantike. Qëllimi i saj nuk është krijimi ndonjë aleance ushtarake, një aleancë e tillë përveç antarësimit në NATO, as që është e nevojshme, theksohet në përgjigjen me shkrim të qeverisë kroate dërguar Radios Europa e Lirë. Ndryshe nga Shqipëria dhe Kroacia, Kosova nuk është antare e NATO-s. Milorad Dodik, presidenti i entitetit të Republikës Srpska, ndodhet në Izrael, ku më 26 dhe 27 mars do të marrë pjesë në një konferencë mbi antisemitizmin në Jeruzalem, ndërkohë që ndaj tij është lëshuar një fletë arrestim në Bosnjë dhe Hercegovinë. Dodik ka arritur në Izrael të martën me një avion të qeverisë RS-s që ishte nisur nga Beogradi i Serbisë. Një ditë më parë, në rrethana ende të paqarta, ai kishte kaluar kufirin mes Bosnjës dhe Serbisë për të shkuar në Batajnic, afër Beogradit, ku mori pjesë në ngjarjet organizuara për përvjetorin e bombardimeve të NATO-s mbi saqet serbe. Policia kufitare e Bosnjës dhe Hercegovinës ka bërë të ditur se po zhvillon një hetim lidhur me kalimin e kufirit nga ana e Dodikut. Presidenti, kryeministri dhe kryetari i Kuvendit të Republikës Srpska Milorad Dodik, Radovan Višković dhe Nenad Stevandić janë të dyshuar për sulm ndaj rendit kushtetues dhe ndaj tyre është lëshuar një fletë arrestim qendror më 17 mars. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky ka thënë se Rusia ka kryer sulme në Ukrainë gjatë natës. Sipas tij, kjo tregon se Moska nuk po shkon drejt paqes së vërtet. Në një postim në Telegram, ai quajti sulmet vetëm disa orë pas negociatave të armëpushimit si një sinjal të qartë për të gjithë botën se Moska nuk do të ndjek paqen e vërtet dhe bëri thirrje për më shumë presion ndaj Rusisë, duke përfshirë sanksione të mëtejshme të SBA-s. Ai theksoi se propozimi i SBA-s për një armëpushim të plot ka qenë tryez që nga 11 marsi, por fjalë për fjalë çdo natë Rusia vazhdon të refuzojë ofertën. Shikues të nderuar, kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ. Ju falenderoj për vëmendjen dhe miru ta kofshim.